Zoti Kasolli, si e pat ju fjalën përmbyllëse të ekipit mbrojtës në seancën gjyqësore të Hagës ditën e sotme, konsideruar edhe kërkesën tronditëse të prokurorisë për 45 vite burg për secilin nga të akuzuarit, a e pat mbrojtjen mjaftueshëm të fortë për të përmbysur në një farë mënyre këtë kërkesë? Po, ndëgja tash, unë po flas vetëm nga një këndvështrim jo shumë profesional, juridik. Mirë, por nëse trupi gjykues mirëfilli, do thotë trupi gjykues mirëfilli do të merrte vendime vetëm mbi standarde juridike, pa kalkulime politike, atëherë pala mbrojtëse mos madhe, jo mos madhe, po totalisht I ka çmontuar pretendimet e prokurisë. Për më tepër prokuria në fjalën e saj përfundimtare ulshua edhe në vlerësime cinike, sikurse ato gjëja që përfaqësuesit e ushtrisë shqiptare të Kosovës kishin arritur të mashtronin emrat eminent të diplomacisë të sigurisë ndërkombëtare qesharake, të mendohet se drejtuesit e ushtrisë shqiptare të Kosovës pas kanë qenë në gjendje që në sajtë një konspiracioni global të arrijnë të ndrojnë mendjen apo të manipulojnë edhe emra si Wesley Clark James Robin. E vërteta është në këtë drejtim e qartë, pa equivoke, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe disa vende të tjera perëndimore janë përcaktuar që ta ndihmojnë ushtrisë shqiptare të Kosovës vetëm pasi agjencitë e tyre të sigurimeve, agjencitë e tyre informative kanë qenë të bindura 100% që ky formacion nuk paraqet asnjë lloj rreziku sa I përket sistemit të vlerave demokratike perëndimore dhe se me kauza e saj politike është konform këtyre parimeve. Prandaj të thuhet sot se përfaqësuesit e UÇK-s kanë arritur që t'i mashtrojnë këta emra të rëndësishëm të diplomacisë më shumë se qesharake dhe cinike dhe është një përpjekje timzore për ta diskredituar edhe suksesin ndërkombëtar të ushtrisë shqiptare të Kosovës, sepse siç e shtohet edhe nga analistë ndërkombëtar, do të shpoj referohem burimeve të ndryshme, po analistë ndërkombëtar në mënyrë të vazhdueshme kanë thënë që UÇK është formacioni më I suksesshëm në historinë, nga se brenda një viti prej një organizate që u po me dyshim nga zoti Gellbart e gjithë ata I dinë, brenda një viti arriti që të shndruhet në partnerët e diplomacisë perëndimore. Zoti Kasolli, unë ju falenderoj shumë që ishit sot me ne në Rreth e Qark dhe për këtë analizë që bët lidhur me këto çështje kaq të rëndësishme. Ishte kënaqësi që ju kishim. Faleminderit gjithashtu në anën ime.